Përpafshim. Theu prap. Shifo që qëllon. Është një mjet për kërkesë llogaridhënie nesër, ndaj u ftoj të gjithë qytetarët dalin masivisht në zgjedhje. Ta shfrytëzojnë kohën e mirë për të votuar dhe pastaj të vazhdojnë ditën e tyre të pushimit apo të punëve që kanë. Si po shkon procesi? Procesi po shkon normal. Ne shpresojmë që çdo gjë siç ka shkuar në fshat shkojë dhe ditën e sotme dhe pastaj dalim me rezultatet, vijojnë normalisht, ti kthehemi në normalitet si komuniteti i vogël që jemi. Pjesëmarrja shumë e vogël. Çfarë tregon për ju kjo gjë? Zgjedhjet tashmë ka një trend në ulje, por megjithatë ne shpresojmë që këtë radhë qytetarët e Sërrikut të dalin masivisht në zgjedhje. Faleminderit. Mirupafshim.